Në nisje të sezonit turistik, kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci zhvilloi një takim me bizneset, institucionet dhe operatorët turistik në Velipoj, ku diskutuan problematikat kryesore dhe masat konkrete për një sezon më të organizuar, më të pastër dhe më funksional. Po çdo vit e më shumë jemi përpjekur dhe kemi arritur disa rezultate relativisht të mira, do thoja për sezonin. Por mendoj se ka shumë mundësi që së bashku të kemi dhe një sezon shumë më të mirë dhe ky takim është kryesisht për të dëgjuar njëri tjetrin, për të përmirësuar sa më shumë punën për këtë vend mrekullueshëm që kemi, për këtë mundësi të jashtëzakonshme që këtë bukuri të këtij vendit me punën tuaj, me bashkëpunimin e bashkisë, të kemi mundësi ta kthejmë në një vend model. Në fokus të diskutimeve ishte menaxhimi i mbetjeve, ku vendos që depozitimi i tyre të bëhet vetëm në fashën orare nga ora 21 deri në orën 7 të mëngjesit, me qëllim shmangjen e ndotjes në plazhin e Velipojës. Sa i përket mjedisit dhe pastrimit, jo për lëvdat, por ka lëshime shumë të mëdha nga vitet tjera, por ka diçka që mund të përmirësohen kaq lehtë. Për venimin tim duhet të vendosen orare për nxjerrjen e meturinave, që edhe firma ta ketë më të thjesht, edhe na ta kena më të thjesht që të caktojmë një orar për nxjerrjen e meturinave. Duhet merren masa ekstreme për personat të cilët bëjnë rekonstruksion, ndërtesat edhe gjatë verës, edhe gjatë dimrit dhe me pa përgjegjshmërinë e tyre të theksuar i hedhin meturinat në çdo vend. Dha shumë e turpshme. Me qenë se këto nuk kanë turp, atëherë duhet të vendosen me ligj, sanksione, gjoba, deri në pezullim të aktivitetit tyne. Shoh shumë keq interpretimin për rrjetet sociale, Velipoja kështu, Velipoja kështu. Na të mundon me bosh sa më të mirë Velipoja. Ka rëndësinë e bukura të Velipojës. Dhe fatkeqësisht shumica prej nesh që na jemi në konflikt, s'është tjetër i hallim të koshat e meturinave që nuk kanë fajë koshat e meturinave për millan. Ka problem që ne s'kemi ku për t'i hull, e na detyruar me hull. Është i gjatë që fatkeqësisht hullen edhe lavamana, dyshek, gjana, domethënë është ignoranca jonë, nuk ka shkoj ju, s'ka lidhje kjo pjesë të ju, por nga ana tjetër, kryebashkiaku shpreh prerë se nuk do të ketë asnjë tolerim për hapësirat publike për pushuesit në plazh. 9 me 7 mund bëhet derdhja e plerave, nga 7 e mëngjesit deri në 9 darkës, kush hedh plera, siç eram dakord, do gjobitet. Unë mendoj që masi ta njoftojmë këtë gjë, edhe publikisht të rregullin e orareve dhe çdo biznes të jetë i detyruar ti hedhi mbetjet me qese të zeza në kontener, që do të thotë që nëse nuk zbatohet, ne kemi drejtën me gjobit për ndotje. Ka rregulla shumë të forta për ndotje mjedisore. Shumë të forta. Edhe masa shumë të rënda. Edhe unë nuk du me përdor këtë gjuhë, por sot është jashtëzakonisht se ndotja mjedisore që bën njëri ja shkatron biznesin gjithë tjerëve. Njëri është atje dhe ne jemi detyruar të marrim masa shumë forta deri me ndjekje penale. Dhe me shumë tjera. Ne nuk kena nevojë, se jeni një komunitet që mirë kuptohemi, por duhet ta mbani parasysh të çadrave edhe të hapësirave publike. Këtu nuk jam fare tolerant te kjo, sepse duhet të ketë hapësirë publike për pushuesit, por i lutem shumë, betej e shtyve një rresht më këtej, more një më çadër më kështu, bëhet ne nuk duam. Duam hapësirat publike që do të jenë 2 fish më të nda se vitin tjetër dhe që një pjesë do menaxhohet nga bashkia me çmime shumë më të ulta dhe disa limite çmimesh që do vendosin me Këshillin Bashkiak për t'ia ofruar banorëve, por du një vëmendje dhe një kujdes për mos me na zënë hapësirat publike. Pjesë e diskutimeve ishin edhe përmirësimi i sinjalistikës rrugore, ndriçimi publik, qarkullimi në qendër të Velipojës dhe krijimi i stacioneve më funksionale për autobusët. Në takim u trajtuan edhe problematikat e furnizimit me ujë dhe energji elektrike gjatë muajve të verës, ndërsa institucionet përgjegjëse garantuan ndërhyrje dhe përmirësime për sezonin e këtij viti. Mesazhi kryesor i takimit ishte bashkëpunimi mes institucioneve dhe bizneseve për ta bërë Velipojën më të pastër, më të organizuar dhe më mikpritëse për qytetarët dhe turistët.